Mirëdita, nderuar koleg, fillojmë mbledhjen e Komisionit për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural. Mbledhja e sotme ka në rend të ditës një projekt ligj për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 29/2024 për burimet ujore, të ndryshuar. Ne jemi komision për dhënien e mendimit dhe relator është kolegu Fadil Nasufi. Për këtë pikë të rendit ditës kemi të ftuar nga institucionet e qeverisjes qendrore, nga Ministria e Mjedisit, zotin Gendi Gazheli, zëvendës ministër, dhe zonjën Henrieta Tarelli, drejtore e programit dhe harmonizimit të kuadrit rregullator, dhe nga Agjencia e Menaxhimit Burime Ujore, zonjën Evisa Hoxha, drejtoria e menaxhimit strategjik, dhe zonjën Irma Themeli, përgjegjës sektori rregullator, ligji i marrëveshjes së bashkëpunimit ndërkufitar. Atëherë hapim mbledhjen me këtë rendite. Fjalën ja kalojmë zotit Gazheli për të parashtruar projekt ligjin për cilën jeni sot në komision. Zoti Gazheli, fjala për ju. Faleminderit kryetar, i nderuar kryetar, të nderuar deputet, Kuvendit të Shqipërisë. Ky projekt ligj synon të ndryshojë nenin 29 të ligjit 2024 për burimet ujore, i ndryshuar, të cilat janë të lidhura me varësinë institucionale të Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore nga Këshilli i Ministrave në varësi të Ministrisë së Mjedisit. Ky ndryshim vjen në vijim të gjetjeve të dala nga raporti Sigma, i kryer në vitin 2025, lidhur me forcimin e qendrës së qeverisjes në Shqipëri. Në këto kushte është rekomanduar një reduktim i numrit të institucioneve që janë në varësi të Këshillit të Ministrave, duke bërë dhe sugjerime konkrete për kalimin e varësisë të këtyre institucioneve. Konkretisht, Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore është sugjeruar të jetë institucion në varësi të Ministrisë përgjithëse, pra Ministrisë së Mjedisit. Nga sugjerimet më lart është gjykuar si më e përshtatshme që agjencia të kalojë si institucion në varësi të Ministrisë së Mjedisit. Ky konfigurim është në përputhje me akin e BE-s për menaxhimin e ujrave, i cili e trajton ujin si element ekologjik dhe mjedisor. Gjithashtu, ky propozim vjen edhe në kuadër të ndërlidhjes që ka fusha e përgjegjësisë së Ministrisë së Mjedisit në aspektin e çështjeve të mbrojtjes së mjedisit në fushën e përgjegjësisë që mbulon AMBU-ja, pra Agjencia Burime Ujore, në lidhje me menaxhimin e integruar të burimeve ujore. Në këtë kuadër, ndryshimet e propozuara synojnë të pasqyrojnë ndryshimet e domosdoshme të nevojshme për ligjin 29/2024 për burimet ujore, të ndryshuar për të mundësuar kalimin e varësisë të Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore tek Ministria e Mjedisit, duke përfshirë këtë ligj në ligj rolin dhe përgjegjësinë e Ministrisë në funksion të menaxhimit dhe administrimit të burimeve ujore. Këto ndryshime do të kontribojnë edhe në përmirësimin e koordinimit më mirë të veprimtarisë të ndërmarrë në kuadër të procesit të integrimit europian, ku nën kapitulli ujit është pjesë integrale e kapitullit 27, puna për të cilin drejtohet nga Ministria e Mjedisit. Ky projekt ligj është hartuar në përputhje me nenin 78 dhe 83.1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Projekt ligji nuk synon për afrim të një direktive. Është diskutuar me agjencitë, me ministritë e linjës dhe në përfundim, bazuar në sugjerimet e këtyre institucioneve, projekt ligji i ripunuar së bashku me relacione shpjeguese dërgohet për bashkërendim tek Ministria e Financave, Ministria e Shtetit dhe Administratës Publike dhe Antikorrupsionit, të cilët janë shprehur parimisht dakord. Projekt ligji, projekt vendime dhe relacione shpjegues për marrjes së dakordësisë së këtyre institucioneve, për cilët për shqyrtim dhe miratim në Këshillin e Ministrave. Projekt ligji nuk parashikon kosto shtesë për buxhetin e shtetit. Faleminderit. Faleminderit zot Gazheli, fjalën e ka kolegu Nasufi. Po, faleminderit kryetar. Pak a shumë fjala ime është në sinkron me fjalën e zënës ministrit, sepse ky është një projekt ligj që imponohet nga rekomandimet e raportit të Sigmas. Ne para 2 vjetësh kemi miratuar ligjin e ri për burimet ujore dhe në funksion të këtij ligji është ngritur dhe Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, që aktualisht varet së bashku me 26 autoritete dhe agjenci të tjera nga kryeministri. Dhe si që shpjegoi dhe zoti Gazheli, ndryshimi ka të bëjë me vartësinë, iqet raportimi dhe vartësia nga kryeministri dhe kalon te ministri i Mjedisit. Ka edhe ndryshime që lidhen me terminologjinë
neneve, në 18 nene, ku në shumicë fjala aktuale që është kryeministri, zënësohet me fjalën ministri. Ka dhe një rregullim teknik aty te neni 5, duhet shkruhet fjala neni, se nuk e ka, kjo është çështje teknike. Kështu që unë pa u zgjatur shumë në komentin për këtë projekt ligj, ku ne jemi një komision për dhënë mendimi, ftoj gjithë anëtarët e komisionit që ta miratojmë dhe të bëjmë qasjen e dur me gjithë rekomandimet që kanë edhe paraprimet me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Faleminderit. Faleminderit zoti Nasufi. Atëherë hapim pjesën e diskutimeve dhe të komenteve mbi këtë projekt ligj. Kush e do fjalën? Po, zoti Mziu e kërkuar fjalën. Faleminderit kryetar. Në fakt po prisnin që të na jap ndonjë argument se kush ishte më oportune që të ishte në nënvarësinë e kryeministrit apo që të kaloj tek ministria. Dhe meqense ju thoni që duhet ta kalojmë në kompetencën e ministrisë, çfarë nuk ka shkuar në varësinë e drejt për drejt të kryeministrit? Dhe kush janë argumentat që duke kaluar te Ministria e Varësisë do të ketë më shumë produktivitet, ky shërbim shumë i rëndësishëm për qytetarët. Së dyti, duke parë dhe disa nga raportet evropiane për sa i përket përdorimit të ujit, ne ishim vendi i fundit në rajon dhe në Evropë, pavarësisht se kemi burime të jashtëzakonshme të ujit, qoftë ujit pishëm apo dhe ujit për vaditje, diku ke 1.5% ishte shfrytëzimi i këtyre burimeve. Dhe nuk e di nëse kalimi tek Ministria e Linjës do ta përmirësoj këtë tregues, sepse diku ke 60-70% e sipërfaqes tokës nuk vaditet, pavarësisht se ka lumenj pafund buzë fushave. Edhe pse kemi tarifat më të larta të ujit pishëm, në fakt uji nuk konsumohet në Shqipëri në dallim nga vendet e tjera, duke filluar nga Tirana, nga Durrësi, nga Elbasani, nga Fieri e Meradh. Pra, qytetarët dhe ujit që vjen Qezma që ka një tarif e cila dhe për shkak të rajonalizimit në vend që tulej tarifa, u rrit numri punonjësve dhe uji në fakt përdoret vetëm për lavatriqe, për larje, po për konsum qytetarët i adresohen marketeve për të blerë ujë për konsum. Dhe nuk e di nëse tani me qenë se do të kaloj tek Ministria e Linjës do të jetë më efektive, do të ushtroj më shumë influencë ministri se sa kryeministri. Këto ishin disa nga problemet dhe nuk e di se kush është komenti juaj. Fjala për zotin Gazheli dhe mbas edhe për përfaqësues të Agjencisë Menaxhimit Burimeve Ujore. Okej. Po zoti Gazheli, fjala. Falenderoj kryetar, falenderit zoti deputet, i nderuar. Në krye të fjalës, sikurse ky ndryshim vjen në vijim të gjetjeve të dalë nga raporti i Sigmës, i kryer në vitin 2025 lidhur me forcimin e qendrës së qeverisjes në Shqipëri, pra një institucion me reputacion të padiskutueshëm Sigma, dhe ka propozuar që në vlerësim situatës ka theksuar që struktura administrative mbetet shumë e centralizuar, duke pasur Këshilli i Ministrave 26 agjenci që raporton drejt për drejt, ka sugjeruar dhe ka adresuar që këto agjencitë mos ta kenë varësinë më nga Këshilli i Ministrave, por nga Ministrit e Linjës, në mënyrë që të ketë një organizim më të mirë, duke reduktuar numrin e institucioneve në varësi të Këshillit të Ministrave,
duke bërë dhe sugjerimet konkrete për kalimin e varësisë të këtyre institucioneve dhe konkretisht për agjensinë në fjalë është sugjeruar të institucion në varësi të ministrit të përgjegjës pra për mjedisin. Nga sugjerimet më lartë është gjykuar si një më e përshtatshme që agjensia t'i kalojë institucionin në varësi të ministrisë mjedisit. Ky konfigurim është në përputhje me aki EBS për menaxhimin e ujrave, e cila e trajton ujin si element ekologjik dhe mjedisor. Gjithashtu ky propozim vjen edhe në kuadër të ndëlidhjes që ka fusha e përgjegjësisë së Ministrisë së Mjedisit me aspektet e çështjes së mbrojtjes mjedisore në fushën e përgjegjësisë që mbron edhe Agjencia e Burimeve Ujore në lidhje me menaxhimin e integruar të burimeve ujore. Gjithashtu në këtë kontekst duhet përmendim që nën kapitulli ujit është pjesë e kapitullit 27 puna e të cilit drejtohet nga Ministria e Mjedisit. Në këtë kontekst, objekti kryesor i projektligjit është reflektimi i ndryshimeve të domosdoshme për kalimin e varësisë së agjencisë nga Këshilli i Ministrave tek Ministria e Linjës. Për sa i përket pastaj pyetjeve teknike, kemi këtu përfaqësuesit nderuar të agjencisë. Po, faleminderit zoti Gazheli. Po, përshëndetje të gjithëve. Lidhur me pyetjen për sa i përket pjesës së përdorimit të burimeve ujore në Shqipëri, dua të theksoj faktin që objekti i ligjit për burimet ujore e ka fokusin pikërisht tek aspekti mjedisor në mbrojtjen dhe ruajtjen e cilësisë të burimeve ujore, si dhe nga pikpamja sasiore e tyre. Aktualisht rregullimi i përdorimit të burimit ujor bëhet përmes lëshimit të lejeve dhe autorizimeve nga organet e menaxhimit të burimeve ujore që konkretisht sipas ligjit 29 janë Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit, si dhe këshillat e baseneve lumore përgjegjëse për veprimtarinë në nivel baseni. Në këtë kontekst, duke qenë se fokusi i ligjit është pikërisht mbrojtja e burimit ujor, kemi të bëjmë më shumë me pjesën e llogaridhënies me kalimin e kësaj varësie në Ministrinë të Mjedisit, por gjithmonë duke parë në fokusin e mbrojtjes së burimit ujor edhe gjatë proceseve të përdorimit. Lidhur me infrastrukturën, është del jashtë objektit, pra me infrastrukturën për sa i përket ujësjelljes kanalizimeve, sikurse ju përmendët me cilësinë e ujit në që vjen në Çez, nuk është përgjegjësi dhe nuk është fokusi i këtij objekt, i këtij ligji, por i takon në pjesës infrastrukturore. Pra këtu kemi të bëjmë me cilësinë e ujit në burim dhe të atyre burimeve dhe në identifikimin e atyre burimeve që mund të përdoren për ujë të pishëm, por jo në sigurinë që ka të lidhur me pjesën infrastrukturore. Po, faleminderit dhe njerë fjala për ju, zoti Mzio. Unë isha konkret në pyetje dhe nuk e kuptoj pse zëvendës ministri nuk përgjigjet dhe nuk e devijon thelbin e gjës. Spari Sigma nuk është se ka dhënë në mënyrë eksplicite nga 26 drejtorit ose institucionet e varësisë drejt për drejt që duhet të kalojnë këto trek. Një sot e një dy, pak më përpara, inspektorati i Dashit dhe dikush tjetër. Pra, nuk është Sigma ajo që ka drejtuar gishtin tek ky institucion për të kaluar në varësi. Së dyti, unë ju bëra një pyetje të thjeshtë. Kush kanë qenë risit dhe problematikat që ishte drejt sot, apo është drejt sot në varësinë e kryeministrit, dhe kush do t'jenë, po themi, përparësit që do të jap ky sektor kur kalon në varësinë e ministrisë. Për sa i përket decentralizimit dhe centralizimit, ne jemi me decentralizimin. Në fakt, nuk mundet që kryeministria të kishte një 26 drejtori autonome, sa që e lothat shumë dhe zëvendës ministrën për të firmosur sa për ministri, për kryeministri, për drejtorit, institucionet e tjera autonome, por njerë pyetja ime ishte kush është një, dy apo disa argumente që do t'jenë në të mirë të këtij shërbimi shumë të rëndësishëm. Së dyti, nuk e kuptova atë zonjën apo zonjushën, që thot nuk ka lidhje me burimet ujore, janë
edhe për sa i përket vaditjes, edhe për sa i përket furnizimit me ujë të popullatës. Dhe ju dhash një referencë që përdorimi i ujit në Shqipëri është 1.5% e gjithë resurseve që ne kemi, dhe ju thash po prap dy argumentat tjera. Një, që më shumë se 70% e sipërfaqes tokës bujqësore nuk vaditet, dhe sa do të ndryshoj kjo përqindje rekord më ulta në Evropë, pavarësisht se jemi konkurrues në burimet ujore, dhe së dyti në lidhje me ujit e pishëm, se dhe nga burimet del. Çfarë do bëhet, sepse jemi pavarësisht se janë bërë rajonalizime, tani ka shku në centralizim, sepse burimet janë bërë kombëtare, që të shkoj tek përdorimi i ujit për konsum, sepse edhe njerë ritheksoj ujit e pishëm, që nga Tirana dhe kudo, është i pa konsumueshëm. Përdoret vetëm për larje apo lavatriçe, nuk përdoret për konsum. Gjithë qytetarë shqiptari i drejtohen ujit në supermarkete apo diku tjetër. Dhe tarifa është jashtë çdo lloj logjike, dhe mos shkojmë për tek saj që jemi rekord për sa i përket numrit punësuarve tek ujësjellësat, të cilët e gjithë Evropa ka një koeficient prej 2 punonjësish për 1.000 lidhje, ne jemi tek 6, 3 herë më shumë se sa Bashkimi Evropian. Kështu që besoj që jeni brenda kësaj fushe dhe mund na jepni ndonjë koment në lidhje me shqetësimet që unë thash. Po, faleminderit, nëse ka një përgjigje nga institucionet. Po, drejtoreshë. Atëherë, edhe një herë për sa i përket lidhur me risinë në kontekstin e ndryshimit varësisë institucionale, si mund të kontribuojë kjo në përmirësimin aktualisht të përmbushjes së funksioneve të ligjit? Jo, absolutisht, jo, kam kënaqësi, vjen keq, jo të lutem. Zoti Mzio, ju lutem. Po respekt. Zoti Mzio, për patjetër. Për të dhënë informacion më të plotë. Po, zoti Mzio, ju lutem, mos ta bëjmë, po, patjetër, edhe një herë drejtoresha e ka fjalën. Po, Atëherë, lidhur të kthehemi aty te pjesa e risisë në kalimin e varësisë. Varësia, përpos sigurisht indicia është marrë pikërisht sikurse u theksua edhe nga zëvendës ministri, nga raporti dhe gjetjet e raportit Sigmës. Po, e thot, dhe sugjerimi specifik për secilën është bërë përveç se në tërësi, është bërë, tani unë nuk e kam raportin përpara, por relacioni e ka në formë eksplicite ku flet për agjensinë e menaxhimit burime ujore dhe ka bërë 2 sugjerime ku e ka parë të arsyeshme ose që kjo agjensi të ishte në varësitë Ministrisë së Mjedisit ose në Ministrinë e Infrastrukturës. Arsyeja pse u zgjodh Ministria e Mjedisit lidhet me faktin se objekti i ligjit për burimet ujore ka të bëjë me mbrojtjen e burimit nga pikpamja cilësore dhe sasiore, dhe kjo shkon në të njëjtën linjë me politikat mjedisore që mbulon si fushë përgjegjësie Ministria e Mjedisit. Gjithashtu, edhe si pjesë e grup kapitullit të negociatave për integrimin Bashkimin Evropian, uji është një nga 9 kapitujt e kapitullit 27 që mbulon pjesën e çështjeve mjedisore. Vetë ligji 29 ka transpozuar 8 direktiva të Bashkimit Evropian, të cilat lidhen ajo që është kryesorja direktiva kuadër e ujit, që e trajton pikërisht aspektet mjedisore, pra të mbrojtjes së burimit ujor, dhe nuk është e lidhur me pjesën tjetër të sigurimit për sa i përket pjesës infrastrukturore, dhe për këtë unë
Unë përmenda pak më përpara faktin që edhe pjesa e procedurave të vendosjes së tarifave të ujit bëhet nga një ent tjetër, sikurse është enti regulator i ujit, që vendos tarifat e përdorimit të burimit ujor në kontekstin e shërbimit që marrin për ujësierës kanalizime, ndërsa përdorimi i ujit në kontekstin e këtij ligji lidhet pikërisht me marrjen dhe pajisjen me leje dhe autorizime nga organet e menaxhimit të burimeve ujore, që janë Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit dhe këshillat e baseneve lumore. Drejtoresha, fjalën nëse ka koment nga kolegët. Atëherë kam unë një koment që ka të bëjë me atë çfarë po ndodh. Nuk është hera parë që ne kemi këtë situatë, pra tendenca për institucionet për të kaluar në varësi të ministrive ka qenë në disa periudha të zhvillimit të administratës publike shqiptare. Nuk është hera e parë që institucionet të reja krijohen edhe janë varësi të Këshillit Ministrave, por pastaj edhe ajo që ka evidentuar edhe projekti Sigmës, edhe ekspertët e Sigmës, cilët janë ekspertë raportit ngritjes së institucioneve nga pikpamja strukturore dhe nga pikpamja kompetencave, kanë vërejtur që me kalimin e kohës disa institucione i shtohen Këshillit Ministrave, që është një organ kolegjial, nuk është një organ vendimarrës siç janë ministrit. Dhe prandaj gjithmonë kërkohet që gjithmonë më shumë institucione të jenë varësi të ministrive që ndjekin politikat dhe mos jenë varësi të organeve kolegjiale. Kjo besoj është edhe arsyeja e parë, e cila ka detyruar institucionet që të bëjnë këto reforma, edhe në kuadër të parafrimit jo vetëm të legjislacionit, jo vetëm të ligjeve, jo vetëm të praktikave, po dhe të strukturave të ndërtimit të institucioneve shqiptare me ato të Bashkimit Evropian. Dhe prandaj nga kjo pikpamje, padyshim do duhet mbështetet edhe të përgëzohet që kalimi gjithmonë më shumë i institucioneve varësi të ministrive që ndjekin politikat. Kjo është menaxheriale. Nga pikpamja politike, problemi me ujin në Shqipëri vazhdon ngelet një nga sfidat qeverise. Ne kemi deklaruar që sfida jonë e madhe brenda këtij mandati është përmbyllja përfundimtare e të gjitha zonave me mbulim me ujë të pishëm. Kemi mbyllur një numër të konsiderueshëm zonash të ndarjes së problematikave të ujit, por që padyshim kjo nuk është pjesë e Ministrisë Mjedisit, kjo është pjesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Agjencisë Kombëtare të Ujësierës së Kanalizimeve, por që padyshim këtu institucionet qeveritare do duhet përgjigjen dhe ne si pjesë e politikës bëjmë debatin ton. Kemi një situatë me ujin që gjithmonë më shumë po vjen dhe po vlerësohet nga pikpamja e menaxhimit të tij, nga pikpamja e kthimit të tij në një aset të jashtëzakonshëm me rëndësi kombëtare, dhe prandaj ato çfarë shprehen përfaqësues të institucioneve shtetërore janë shumë të rëndësishëm nga pikpamja e menaxhimit të burimeve ujore që institucione përkatës bën fjalë, nga pikpamja e mbrojtjes ekologjike dhe bashkimi me Ministrinë e Mjedisit për mua është më së logjikshëm për sa i përket kësaj pjese të fushës së administrimit të burimeve shtetërore, pasi është burim natyror, është burim mjedisor, është burim i shumë të rëndësishëm, jo vetëm për ujin si ujë, por nga pikpamja mjedisore, nga pikpamja e natyrës, nga pikpamja e biodiversitetit, pse jo nga pikpamja turistike, pse jo nga pikpamja e biznesit të menaxhimit të këtij aseti të jashtëzakonshëm që ne kemi ujin. Kështu që në këtë kuadër unë mbështes dhe i kërkoj kolegëve të përfaqësues majorancës ta mbështesin këtë projektat. Kështu i kalojmë procesin e votimit, duke natyrisht të pranuar edhe komentet që bëri zoti Mziu, edhe objeksionet që përfaqësuesi i opozitës ka për projektligjin e paraqitur. Kush është dakord me aktin e paraqitur? Kundra? S'ka abstenim, s'ka, miratohet. Akti i paraqitur ka disa nene. Për nenën e parë, kush është dakord? Kundra, s'ka, abstenim, s'ka, miratohet. Neni i dytë, kush është dakord? Kundra, s'ka, abstenim, s'ka, miratohet. Neni i tretë, kush është dakord? Kundra, s'ka, abstenim, s'ka, miratohet. Neni i katërt, kush është dakord? Kundra, s'ka, abstenim, s'ka, miratohet. Neni i pestë, kush është dakord? Kundra, s'ka, abstenim, s'ka. Po, të në pesa të shnohet
neni, se është vetëm ministria. Neni 6, kundra skapsinim s'ka miratohet, neni 7, kundra skapsinim s'ka miratohet, neni 8, kundra skapsinim s'ka miratohet, neni 9, kundra skapsinim s'ka miratohet, neni 10, kundra skapsinim s'ka miratohet, neni 11, kundra skapsinim s'ka miratohet, neni 12, kundra skapsinim s'ka miratohet, neni 13, kundra skapsinim s'ka miratohet, neni 14, kundra skapsinim s'ka miratohet, neni 15, kundra skapsinim s'ka miratohet, neni 16, kundra skapsinim s'ka miratohet, neni 17, kundra skapsinim s'ka miratohet, neni 18, kundra skapsinim s'ka miratohet. Këshuarim në miratimin në tërësi të projektaktit, kush është dakord? Kundra skapsinim s'ka miratohet, akti miratohet. Shumë faleminderit përfaqësuesve të institucioneve të ministrisë dhe kolegëve dhe zotit Mziu si përfaqësues i opozitës për ndërhyrjen e tij. Shumë faleminderit. Faleminderit.